Thot hoxh, mishin e kurbanit a bën me gjujt macës ose qenit kockat që ka mbesin. Pra ka për qëllim ato mbeturinat e tij të kurbanit a bën me ja gjujt kafshëve për me ngranë. Themi po, është e lejuar kjo gjë. Përpara i kanë marrë, nuk e di me çfarë bitje, i kanë futur në dhë, si kanë qitë kafshëve, themi nuk ka problem, se parimisht kjo nuk është nënçmim i kurbanit. Ajo është hise që nuk e hanë normal njeriu, po e hanë kafshët. Kështu që s'ka problem diçka e tillë. E rëndësishme është domethënë me shku kurbanin në vend, edhe mos më u keq përdor ose keq shfrytzu ajo pjesë e kurbanit që duhet më hangër. Pra, mos me gjujt mishin, s'pe hanë valla mishin, jo për vjen era, jo kuj diqka. Këtë pjesë nuk ban me gjujt, me keq përdor, ose me qunë haram. Mishin e kurbanit, më u quë dhe me hangër me alkohol, me pi. Stakfirullah, me bon meze, ose kuj diqka me alkohol. Këto janë të ndaluara, për ndryshe ato gjërat që mbesin nga mbeturinat, nuk prish punë.